Çaji i kamomilit, ja për çfarë probleme shëndetësore mund ta pini. Çaji i kamomilit mund të përdoret ose si kontroll i luhatjeve të sheqerit. Kjo pije bimore ndihmon në menaxhimin e niveleve të sheqerit nëpërmjet efekteve të saj tretëse të karbohidrateve, thot profesori asociuar Richard Blackburn, drejtuesi i grupit kërkimor të materialeve të qëndrueshme në Universitetin Leeds të Anglisë. Profesor Blackburn, në përshkrimin edhe të disa shkencëtarëve të tjerë, ka zbuluar se e njëjta përbërje që i jap kësaj bime ngjyrën e verdhë ndikon gjithashtu në tretje dhe në absorbimin e karbohidrateve. Ai mendon se këto përbërës mund të ekskretohen dhe të përdoren për qëllime mjekësore, citoi ai për Daily Mail. Konsumi i çajit jeshil mund të jetë i dobishëm në mbajtjen nën kontroll në parandalimin e diabetit, shtoi ai. Ka miliona njerëz në të gjithë botën që vuajnë nga diabeti, ku rreth 90% e tyre vuajnë vetëm nga diabeti tipi 2. Ndaj duhet jeni të kujdesshëm atë që shtoni në dietën tuaj.